ta themi çdo mëngjes. Pejgamberi i dashur Muhammed alayhi salatu wassalam na mësoi se si çdo mëngjes ta themi këtë dua. Dua kjo shumë me peshë dhe shumë me vlerë. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbilan. Që i bjen në gjuhën tonë të ëmbël shqipe, o Zot, na jep dituri të dobishme. Ilman nafian, wa rizqan tayyiban, dhe furnizim të begatshëm, të bereqetshëm, të mirë. Wa amalan mutakabbilan, dhe vepra të pranuara tek ti, pra tek krijuesi ynë, tek Allahu xhaleshanu. Kjo dua shumë madhështore që besimtari duhet ta thot dhe besimtarja duhet ta thot çdo mëngjes, ta filloj ditën me këtë lutje. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. O Zot, më jep dituri të dobishme. Që është dituri pra e dobishme, që do të thot është një dije e bazuar në mësime të shëndosha, një dije e cila i shërben njeriut dhe ambientit dhe vendit ku ai jeton. Një dije që pra nuk është dije e pa bazë dhe pa themel, po është një dije që shërben për shërimin, për përmirësimin e gjendjes ku ne jetojmë dhe ku ne frymojmë. Ilmen nafian, pra dituri e dobishme. Të thot dituri e dobishme është që rinia jonë të shkollohet, të bëhen më shumë mjek, doktor, kimista, fizikanta, shkencëtar, që të kontribuojnë në vendin ku ata jetojnë, në shtetin e tyre, në vendin e tyre, që dijen e tyre të dobishme ta bojnë të mundshme që fshatarët ose qytetarët ose në vendin ku ata jetojnë ose në fshat ose në qytet, të jetë një dije që ju shërben komunitetit dhe ju shërben njerëzve.